Mirë se po takohemi të dashur miq të emisionit Familja Jonë. Familja Jonë këtë diel vjen me tema shumë interesante dhe të dobishme për ju. Në pjesën e parë së bashku me hematologun Dr. Adriatik Berisha, flasim për hematomat apo maviosjet, çfarë i shkaktojnë, kur duhet të shqetësohemi dhe si trajtohen. Gjakdherët munden me qenë të jashtme, si në formë hematomash, por munden me qenë edhe të brendshme, që është me rrezik të lartë. Në bllokun e dytë ju sjellim një reportazh të veçantë nga udhëtimi në Londër i nxënësve të shkollës finlandeze. Në pjesën e tretë me neurologun Dr. Blerim Muftiu, trajtojmë një temë shumë të rëndësishme, skleroza multiple dhe sëmundjet autoimune të sistemit nervor qendror me fokus të veçantë te mieliti transvers. Skleroza multiple është ajo që e atakon trurin dhe palsin e kurizit, pra nuk kemi të bëjmë këtu me ndonjë dëmtim në pjesë mekanike. Ndërsa në rubrikën e kuzhinës, nutricionistja dhe dietologja Albulena Shabani Ilazi na sjell një pije detoks ideale për ditët e Bajramit, kur shpesh abuzojmë me ushqim. Edhe në këtë rast, nive në ndikon nëse veç e marrim si vaktin e parë mrena ditës këtë lloj kombinimi, atër në ndihmon që me e rrit procesin e detoksifikimit të melçisë. Takohemi këtë diel në ora 16 në Kanal 10. Familja Jonë mundësohet nga Klinika Gjermane Syrit, Instituti për Shërbime Psikologjike Sociale Visar Sadiku, Spitali i Përgjithshëm Rezonanca 2, Spitali i Varësive Rezonanca 3, Mobileria Mia Home, Saloni Perdeve dhe Tepijave Visari Home, Shkolla Finlandeze.